Arber, kur diskutohet për LNG-n amerikane në Kosovë, këto që unë diskutova me ambasadorin jam I bindur që jam diskutuar. Pra fakti që presidenti Vučić është fleksibël dhe e pranon. Faktin që Maqedonia e Veriut e ka pranuar. Faktin që ky tubacion mund të shkojë edhe më larg, edhe më thellë në Ballkanin Perëndimor për të kaluar më pas në Bosnjë, Kroaci e tjerë. Këto nuk janë elemente të mjaftueshme për të bindur administratën ndonse në detyrë, por që mund të vi sërish në detyrë e kryeministrit Kurti që LNG-ja do të ketë efikasitet ekonomik, por mbi të gjitha do të konsolidojë raportet e cënuara me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe do të rikonfirmojë peshën e madhe të sigurisë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Ballkan, që ajo e kërkon, por mbi të gjitha në Kosovë. Kur në pushtet vinë populistët zakonisht flasin për sovranitetin, për shtrirjen e shtetit në cep dhe për vendimet që I marrin vetë. Kur fola për pjesën e cila ndërlidhet me raportin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sa më fort përballja me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, aq më shumë vota në zgjedhje. Pra, raporti I Shteteve të Bashkuara të Amerikës sot është shndruar në raportin e brendshëm, pra në atë se nëse do t'i fitojmë apo jo zgjedhjet, dhe nëse këto zgjedhje do t'jenë një palë zgjedhje që na çojnë tutje në këtë raport me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë e përmenda, nuk dua që të bëj këtu as patriotin, as nuk dua që të bëj këtu një lloj kritiku të qeverisë Kurti, por gjitha veprimet e derissatme të kësaj qeverie e posaçërisht në këtë pikë në cilën ndodhemi sot, kur me çdo kusht të duan që të tregojnë se raportet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të jashtëzakonshme, po ja që për këtë nuk mund t'japim njëherë përgjigjen sepse ende jemi duke analizuar, mua më duket pak e çuditshme. Për arsye se nuk të kushton asnjë gjë në politikë që thuash atë se çfarë ka thënë edhe Vučići. Vučići është një del për dinake e diplomacisë në përgjithësi. Ai ka mbi 15 vjet që është në pushtet dhe e di mirë se si duhet që cilët në raport edhe me Bashkinë Kombëtare. Pra është del për diplomatë. Kosova nuk ka arritur që ta kuptoj që edhe në qoftë se do që t'i bësh analizat, se pari duhet t'ish se si t'sillesh diplomatikisht me ata të cilët I ke partner, ose ata të cilët I ke aliat. Pra neve kemi aliat Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kosova, edhe njëherë përsëris, kemi refuzuar çdo gjë që ka ardhur brenda këtyre viteve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke treguar të quajtur politikën tonë të folë, dhe duke I bërë karsinot politikës amerikane. Neve kemi pas një periudhë kur e kemi quajtur edhe sekretarin amerikan të shtetit Nair. Dhe kjo ka qenë nuk di në qoftë se ka dikun në botë, një diplomat ose një politikan që mund të ketë cilësuar dikën në administratën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës me fjalor të tillë. Pra thjesht të gjithë do